Puseta të thyera, shtylla elektrike të rrezuara dhe ndërhyrje në rrjetin nën toksor të infrastrukturës të lëna përgjysëm. Me pak fjalë, kjo vazhdon të jetë gjendja rrugës për te kalaja Rozafës, e cila nis nga parkimi i automjeteve dhe përfundon në qaf. Një nga të moshuarit e kësaj lagjeje thotë se këtu duhet filluar fillimisht me pastrimin, pasi rruga është lënë në mëshirë të rreshjeve të shiut. Ndërkohë, bashkia duhet të tregojë një kujdes të veçantë, pasi bëhet fjalë për rrugën e parkut arkeologjik dhe të një zone turistike shumë të rëndësishme, si kalaja Rozafës dhe xhamia Plumbit. Kajtë se va pa bën, se kam aty në hymë ders 2 shyllat rame. Ne i merr ata 2 shyllat, le i mrui kena një 1020 herë, edhe i ka lënë të rëzume, shyllat. Si bje kush mrapa. Me këtë rast, mirë majtje, që nuk ka shi, të 6 muj. Vëse kur e ka la shion, ka i muj si s'ka ra shi. Kur e lanë shion, lahet rruga. Kur nuk ka shi, rrini ashtu. Pusetët të në të thyme janë, të në të thyme i kanë, lanë me kohën, kush mrapa nuk i bjenë, komunale nuk ka, që s'kanë, që me thonë. Mirë matë, pa kush u kam i mojtë, a mojë unë 80 vjetë, kam punu 80 vjetë me shpirë, në veprave, 80 vjetë, vaudejsin, firzen, e kam ha me kohën, kuksin, e kam ha me kohë, mi pastru, pak të një javë. Bashkia e Shkodrës ka përgjegjësinë për gjendjen e kësaj rruge dhe mirëmbajtjen e saj, si për sa i përket nevojës për riparimin e pusetave, ashtu edhe të sistemit elektrik dhe pastrimit, referuar të dhënave të drejtorisë arenale të trashëgimisë kulturore në Shkodër, parku arkeologjik dhe në rastin konkret kalaja Rozafës, që nga fillimi i këtij viti është vizituar nga rreth 180.000 vizitorë, çka tregon se kjo zonë është mjaft e preferuar nga turistët, ndaj edhe gjendja aktuale e kësaj rruge është e papranueshme.